Në Gjirokastër vijon të mungon një treg i mirëfillt për fruta perimet, duke detyruar tregtarët të shesin produktet e tyre në trotuare, rrugë ose në mjedise që nuk përmbushin kushtet higjieno-sanitare. Ndërkohë, çmimet e frutaperimeve janë rritur ndjeshëm duke rënduar më tej buxhetin e familjeve. Zona e vetme që njihet si treg është një hapësirë që veç emrit nuk përmbush asnjë standard për një treg publik. Shumica e prodhimeve shiten në rrezet e diellit pa mbrojtje, ndërsa mungojnë plotësisht kontrollet, qeset ekologjike dhe kushtet minimale për ruajtjen e freskisë së produkteve. Qytetarët shprehen të pakënaqur nga kjo situatë, si për çmimet e larta, ashtu edhe për mungesën e kushteve. Ndërkohë, tregtarët kërkojnë një zgjidhje afatgjatë dhe hapësira të përshtatshme për të zhvilluar aktivitetin e tyre pa penguar qarkullimin dhe pa shkelur rregullat bazë të tregtimit. Situata shumë e vështirë. Njerëz nuk ka fare. Mall ka plot, po s'ka njerëz që të ketë konsumim. Çmimet në një shumë e madhe nuk është tani. Në këtë stinë shalqiume 500, domatja ka gjen dhe 1.000 lekë, 8.000 lekë, 500 lekë. Çmime të ndryshme. Po kushtet këtu në treg, se ne kemi folur shpeshherë për të. Shpeshherë kemi folur për kushtet, por kushtet asnjë nuk janë rregulluar. Thonë që do bëjnë tregtëri, ku e kanë zim që fare. Ndjeni keq që punoni në tilla kushte, se ju jeni edhe taksapagues. Po, keq, ndjemi me 30 vjet që shesim janë në këto kushte jemi. Asnjë gjë mbuluara me plasmase, me mushama, malli s'kemi ku e lëm në depolat e poshtë. Çdo ditë nxjerrën magazina, ai që e kemi larg, i futim prapë brenda, një punë e bezdishme dhe vetëm paguajmë lek, blema dhe i fosë dhe kalbin e bëjna gjëra ja që po i vetë. Në treg, si janë çmimet? Shumë të larta, shumë. Perimet edhe fruta. Të dyja, po sidomos frutat shumë të larta. Nga pak kuptohet se s'dele sa të këqia, të pak të ky hajde se është dyqan, po këtej që shesim këshu, shesim edhe jashtë, edhe pluhuri, pisueqet i gjitha. Është fare e tolerueshme. Të pak të në bashkia të bëj diçka këtu për tregun. Edhe rrugët këtu skandal të gjitha. Në kushtet e kësaj situate të paorganizuar, Gjirokastra ka më shumë se kur nevojë për një treg të rregullt dhe funksional që t'ju shërbejë qytetarëve dhe të mbështesë prodhimin vendas. Bashkia e Gjirokastrës, e kontaktuar nga Blu Televizion, thotë se ka në plan ndërtimin e tregut, madje është gati edhe projekti i ri.